procedurën për gjyqjen telefonat zyrtar. Anëtarët e qendrës janë Andrej Gjyqalla, Nëxhat Domi, sekretar organizativ, unë Katrina Lajshi, Islam Tashire, Sir Osmani dhe Amen Ademi. Në që jemi duke folë për zgjedhjet, e dini që tani kemi zgjedhje tjera në prag, 28 dhjetor, dhe mundësia për të regjistruar tash veç është hapur, që nga data 26 shëntor dhe afati fundit është në datën 6 dhjetor. Kësaj radhe është mundësia që të votohet edhe përmes ambasades, por edhe me post. Prandaj ftoj të regjistroheni sa më shumë që të keni mundësi, ju që keni drejtë në mirë po, unë personalisht do të fajtë në Kosovë, prandaj ju i përaj edhe juve që keni mundësi të votoni e të votoni atje, sepse që mund të boja është mundësi. Ata që të votojnë nga Kosova, nuk duhet të regjistrohen këtu, pasi që mund të të drejtë të votojnë atje. Prandaj kemi kohë deri në 6 dhjetor të vendosim ato të votojnë apo të votojnë. Gjithsesi, ju mund t'i kontaktoni anëtarët e grupit që përmenduar, në rast se keni nevojë për verifikim apo beneficiarin për regjistrim. Tash ka më shumë kohë, kam nderin të klasifikuar që të shkojnë që do t'jenë zgjedhje të parakoshme, për shkak se si që vedin dhe ju në datën 9 shkurt, ndonë se fituam në zgjedhjet e rregullta, nuk arritëm që ta zbirojmë shumicën në kuvend dhe ta fillojmë mandatin e ri të qeverisjes. Prandaj të këtyre muajve kemi qenë qeverisje me detyra shumë, të zëtë kemi kryer mirë në barë me krejt çfarë kemi mund dhe ditur, dhe ja ku jemi tash vetëm 3 javë para fillimit të çonës atëherë kur Shqiptarët e Republikës Kosovës do ndodhin në kampanjën zgjedhore, ashtu që me datën 28 dhjetor, me votë të lirë dhe me votë e cila është e ndershme, anën banë komunave të Kosovës do të në datë të përcaktohet katërvjeçari i ardhshëm. Unë falenderoj shumë për mbështetjen, kontributin dhe për gati që ne kemi dhënë për shumë vite, dhe po ashtu e falenderoj ambasadorën tonë, profesorën Mita Juci, për punën e saj të fuqishme që po e bën këtu, edhe për Republikën e Kosovës, po edhe për juve si bashkëpunëtor, si dhe qendrën e vendosjes, Katrinën, gjithë ekipin përheqës dhe Flora Haxhi Mehmetin, e cila përveç sekretare qendrës ka qenë edhe sekretare e përgjithshme në Qeverisjen e vendosjes. Faleminderit gjithë. Nuk mund të themi më 4 vite, do të themi 4-5 viteve të fundit, rritja ekonomike në Kosovë ka qenë mesatarish 6%, asnjëherë nuk kemi rënë në 4%, dhe ka që në terminor me 2. Si jetë rritja ekonomike është 4,58% të bruttoproduktit vendor. Me fjalë tjera, pavarësisht polemikave politike, pavarësisht asaj që është bërë si krizë institucionale, ekonomia nuk ka rënë asnjëherë, kundërzi ajo është rritur, dhe në fakt kjo tregon që ka një dimension artificial të problemit në Kosovë, e që shprehet më shumë, më shpesh
prej atyre të cilët i kanë humbur privilegjet që i kanë pasur dikur në të kaluar. Me fjalë tjera, njerëzit që kishin privilegje, kur i humbën ato e përjetuan si padrejtësi. Në fakt padrejtësi kanë qenë privilegje që i kanë pasur. Dhe tash rritja ekonomike në Kosovë të cilën që rëqit përfshirëse nuk e lë asnjëri mbrapa dhe nuk dedikohet të gjithë shpëtarëve pradave. Rritjen ekonomike për shtet, ne nuk i kemi mbajtur në sistem apo larg, e kemi shpërndarë tek shtetërët dhe kjo është arsyeja pse për herë të parë në Kosovë janë vendosur shtesat për nëna e për fëmijë, janë rritur pensionet, janë mbështetur studentët me bursa, por edhe me arsim publik falas, në mënyrë që të gjitha ndjejnë dorën e shtetit të kenë mundësi sa më të mira për prosperitet në jetë, por në të njëjtën kohë edhe ta zënë hapin në vend të tjera, jo vetëm të rajonit, sepse fatkeqësisht shumë kohë është humbur. Para 5 vjetëve Kosova nuk krahasohej me rajonin, kur krahasohej ishin ose të fundit ose të parafundit, prandaj mbas dhe prandaj nuk krahasoheshin. Ndërsa tash jemi ose të parë ose të dytë. Pra prej organizatave të ndryshme prestigjioze ndërkombëtare, si për shembull World Justice Project, Freedom House, pastaj Transparency International, Gallup International, sa i përket të drejtave civile, lirive politike, luftimit të korrupsionit, sundimit të ligjit, pastaj gjithashtu edhe sigurisë për të lëvizur, udhëtuar sigur e qetë natën, Kosova ashtu se e parë ose vitë. Pra para 5 vjetëve, në këta tregues, në këto indekse të demokracisë, të drejtave të njerëzit, sundimit të ligjit dhe kështu me radhë, kemi qenë ose të fundit ose të parafundit, tash jemi ose të parë ose të dytë. Dhe jo vetëm kaq, kur kombinohen rritja ekonomike me këtë progres demokratik, kjo tregon që zhvillimi në Kosovë në njërin anë, edhe digniteti qytetarit në anën tjetër, kanë ndodhur paralelisht. Jo njëri që ka superfuqi sot në botë që duan të thotë që për zhvillim nuk ka çka duhet digniteti. Ose ka të tilla që bëjnë dignitetin për të gjitha nuk shojnë kohë për sa zhvillim do të kemi. Unë besoj që këto pozicione ekstreme nuk janë të mira. Ajo çfarë kemi marrë ne është më e duhura, pra edhe zhvillimi ekonomik me rritje të vazhdueshme, për në anën tjetër edhe indekse të demokracisë, sundimit të ligjit e të lirive politike në anën tjetër, gjithashtu në rritje të vazhdueshme. Prandaj, pikërisht për shkak të kësaj rritje ekonomike, është rritur dhe konsumi. 350.000 konsumi ka pas Kosova në pranverën e vitit 2021. Dhe tash në vjeshtën e vitit 2025, ka 410.000 Kosovë. Në vitit e jashtë dhe kjo rritje e punësimit, natyrisht që nuk kuptojmë me njëherë edhe zbritje pa punësisë, që ka qenë afër 26%, tash është më pak se 11%. Dhe për herë të parë në Kosovë i kemi edhe 2.000 konsum nga Azia e Lagët, nga Bangladeshi edhe nga Filipinët. 2.000 konsum në fabrikat të Kosovës. Ka zënë në një fabrikë në Fericaj, kur ka qenë përgëzit, sa gjuhës ishte nga Bangladesh. Sepse ka pak sa gjuhës Kosovë. Dhe kjo është një arsye pse kemi filluar me lidhje që të më shumë arsimin dhe aksimin profesional me drejtorinë. Pra është domosdoshme që për çdo shkolle të kemi edhe një vend. Kjo nuk e parandalon arsimimin akademik, mirë po krijon një shans që qysh në shkollë të mesme do të funksionojë. Dhe janë 2.300 gjësa që tashmë kanë haruar në sistemin dual dhe të cilët kanë gjetur në kompani të ndryshme. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka bërë një program të mirë me rastin e trajnuar në mësimdhënësit për të sistemin dual dhe nxënësit i kalojnë 2-3 ditë në punë, por edhe 2 ditë në shkollë, në punë zbatojnë praktikisht një teorike që marrin në shkollë, veç se edhe mësohen duke punuar. Pra,
që mësojnë për punuar, por edhe mësojnë duke punuar. Dhe kjo e rritë punësimin të fëmija përveç programeve si për shembull super puna për rinj, në çast të gjithë fëmijëve, prej moshës së tuaj deri në moshën 29 vjeçare, që punësojnë në sektorin privat, japin një mundësi që për 6 muaj ta marrin bonus pagën minimale. E pagën minimale këna gjithë 130 dhe 170 euro, varësisht sa e ti ma pak se 5 vjeç, apo ma shumë, aq pak ka qenë paga minimale. Në 130 dhe 170, e ngritën në 260 e ngritën në 350 euro, prej një janarit paga minimale në Kosovës 450 euro, dhe ka shpejt një korrit. Mundësi për përshtatje ma të suksesshme sa i përket pagës minimale. Paga minimale para që një sesion 11 vjet ka qenë paketu. 11 vjet paga minimale ka qenë njëta, pra ma shumë si një pagë, 130 euro pra ka qenë ma pak se 25 vjeç, edhe 170 euro pra ka qenë ma shumë se 25 vjeç. Ne kemi heqë të dalimin e moshës, është një pak të por edhe e kemi ngritë me atë të kemi pas mundësi, ku mbrohet paga e punëtorit, përmirësohen kushtet tina edhe me inspektoriatet e shtuara, por në njëjtën kohë edhe kemi kujdes për prodhuesin vendor, por për të gjithë rezistentët në përgjithësi, në mënyrë që ata mos bankrotojnë për shkak të masave të qeverisë. Ne kemi pas masa për prodhuesin vendor, një ndër masat është jo vetëm kjo superpuna, ku ja finon 6 muaj pagë minimale punëtorit, por është edhe kredia masa për subvencionimin e kredisë investuese deri në 20% të makinerisë që kanë bler. Pra nëse kanë bler bizneset në Kosovë një makineri prodhimi që ka kushtu 1 milion euro, 200.000 euro e ka dhënë shteti Kosovës. Dhe në këtë mënyrë i kemi ndihuar që ke makineri prodhuese, sepse ne jemi të mësuar që të arrisim prodhimtari, në këtë mënyrë të arrisim edhe punësimin. Pra dëshirojmë të drejta për punëtorët, por dëshirojmë edhe bizneset që punëtorët. Qeveria ka qenë një lloj ndërmjetësuesi midis këtyre dyve. Dhe kemi arritur që ta ulim borxhin. Deficiti buxhetor në Kosovë, vitin 2021, kur e kena marrë qeverisin, ka qenë 510 milionë. Dhe ka tash është 25 milionë.